Unë për shikuesit të cilët nuk kanë pas rast me ndëgju shumë, ne do të bëjmë një kronologji të jetës tënde Lab. Deri me këtu ke arrit me shumë vështirësi, siç e thash edhe në fillim. Edhe unë do doja shumë që bashk t'ja nisnim nga fëmiria jote, megjithëse unë thash që Labi sot është një gazetar, i cili e ka përmbush veten dhe po lufton për të arrit ëndrat e tij, por jo çdo gjë ka qenë e lehtë. Fëmiria jote fillimisht ka qenë shumë e vështirë. A t'ja nisim prej atë? Na mendje kemi një fotografi të kur Labi ka qenë fëmijë. Kur flasim për familjen, më kthen për një me mbrapa shumë, më kujtohet çdo send, çdo detaj, çdo moment edhe nuk është ndoshta çaq e lehtë edhe thjesht edhe sot për me folë ose në media, zakonisht munduna pak edhe më i këtyre detajeve, edhe pse janë shumë të rëndësishëm. Familja na sjell edhe na rikujton diçka shumë të bukur Sarand, që domethënë të sinqert, pa hile,